Në Kosovë gruri preket nga disa sëmundje dhe insekte dëmtuese gjatë fazave të ndryshme të zhvillimit. Sëmundjet kryesore të grurit, ndryshku i gjethave. Shfaqet si njolla të vogla ngjyrë kafe dhe portokalli në gjethe, ul fotosintezën dhe rendimentin. Luftohet me fungicide me lëndë aktive si tebukonazol, protikonazol, azoksistrobin apo priklorostrobin, kur sëmundja shfaqet. Ndryshku i verdh. Formon vija të verdha përgjatë gjetheve, përhapet shpejt në motë të freskët dhe me lagështi. Luftohet me fungicide në shenjat e para si folikur 250 me lëndë aktive tebukonazol. Septorioza. Shfaq njolla kafe me pika të zeza në gjethe. Favorizohet nga shira dhe lagështia. Luftohet me fungicide si mbas rekomandimeve në fazat e zgjatjes së kërcellit deri në daljen e flamurit me prosario apo protikonazol me tebukonazol. Fuzarioza e kallirit. Infekton kallirin gjatë lulëzimit. Ul cilësinë e kokrës dhe mund të prodhojë mykotoksina. Luftohet me fungicide si prosario me protikonazol dhe tebukonazol apo foliklor 250 me tebukonazol. Myku pluhur. Është stres e bardhë pluhuri mbi gjethe. Luftohet me fungicide në rast të infeksionit, me folikur 250 me tebukonazol në fillim të shfaqjes së shtresës së bardhë në gjethe. Insektet dëmtuese. Afidet apo morri i grurit. Thithje lëngjet e bimës dhe transmetojnë viruse. Luftohet nëse te kalohet pragu ekonomik i dëmit, përdor insekticide të regjistruara për grur me përmbajtje të acetamipridit, flonikamidit apo deltamitrinit. Mizat e grurit. Larva dëmtojnë kërcellin dhe bimët e reja, luftohen me trajtim me insekticide si decis me deltamitrin apo mospilan me acetamiprid. Krimbat e tokës. Dëmtojnë farën dhe rënjët. Luftohen me trajtim të farës ose me përdorim të produkteve të regjistruara kur ka rrezik të lartë, si për shembull me teflurin, cihalotrin apo fluksametamid. Si të mbrohet gruri. Përdor farë të certifikuar dhe të trajtuar. Punimi i mbetjeve bimora. Respekto rotacionin e kulturave. Plehro sipas analizës së tokës. Kontrollo parcelën çdo 7 deri në 10 ditë gjatë sezonit. Përdor fungicide dhe insekticide vetëm kur është e nevojshme, duke ndjekur etiketën e produktit dhe dozat e miratuara. Kur bëhet trajtimi? Faza e vllazërimit. Kontroll për myk pluhur, ndryshk dhe afida. Dalja e flamurit, trajtimi i rëndësishëm kundër sëmundjeve të gjetheve nëse janë të pranishme. Lulëzimi, trajtim kundër fuzariozës së kallirit kur moti është me reshje dhe lagështi. Këto ishin në pika të shkurtra disa informacione bazë sa i përket sëmundjeve dhe dëmtuesve, po ashtu me çka mund të trajtohen te gruri. Me qënë se jemi në muajin korrek, atër ku tjetër në takon me mbajt qërime për vetë se në korrën e grurit, sepse edhe muaj në tregon vetë që kemi korrën e grurit e sidomos jemi të interesuar që gjatë kësaj historie me pasë që që kemi gjendjen e grurit në Kosovë pikërisht në këtë muaj. Vetëm se për dallim kjo historia është korrja e grurit e cila shkon për farë, dhe nuk është gruri i cili shkon ose i dedikuar gjithsesi për miell, mirë po është për farë. Tashmë po e shohim se disa prej kallive me cilët po korret gruri këtu mbrapa meje, i kam edhe këtu në dorë, edhe zakonisht është një shumë e cila shkon diku rreth 4 deri në 5 ton për hektar.
Mirë po, kjo është vetëm gjendja këtu në këtë fshat të Gjakovës, e kjo nuk do të thotë që është e njëjta për të gjitha zonat, për shkak që në zonat cilat kanë bajt taci më shumë, shkon dikun edhe deri në 6 ton për hektar, mirë po zonat ku ka më shumë lagështi, se kjo zakonisht e dëmton grurin, shkon rreth 4 ton për hektar. Kjo është vetëm sasia, për shkak që kjo varet sidomos prej periudhës së sa e kemi pas motin me shi, si ka përballu ngricave, sa kanë bajt mot me lagështi e shumë çka tjetër. Zakonisht kërkesat e kultivuesve të grurit janë thuajse të njëjta në të gjithë Kosovën. Ata kërkojnë që paralelisht me rritjen e çmimit të inputeve të rriten edhe subvencionet, e sidomos të ndihmohet kjo pjesa e çmimit të farës për grur. Mirë po, nuk do të thotë që subvencionimet nuk po i mbulojnë, sepse dikun rreth 550-560 euro sa shkon subvencionimi, e mbulon edhe pjesën e shpenzimeve sa shkon brenda vitit për kultivimin e 1 hektari me grur. Zakonisht sipërfaqet janë shumë të mëdha dhe në Kosovë arrijmë që rreth 30% ta sigurojmë bukën tonë nëpërmjet kultivimit të grurit prej fermerëve vendor. Disa për problematika tjera me cilat përballet gruri janë edhe sëmundjet. E një prej më të shpeshtave që mundemi me has është edhe Fuksinia gramineae apo ndryshe që njihet edhe si ndryshku i grurit. Kjo për arsye se në rast se mban shumë lagështi gjatë periudhës kur veç krijohet kallini, atëherë krijohet edhe kjo sëmundje e cila nuk e lën me u zhvillu kallinin. Edhe zakonisht kjo mbrohet nëpërmjet preparateve të cilat kanë përmbajtje të bakrit. Këto kërkohen nëpër krejt banatorët të Kosovës, mënyrë që me i paraprije, sidomos një pjesë shumë interesante me cilën edhe e preferojnë fermerët është edhe çorba bordoleze. Po çka ja u preferoj unë zakonisht është që me i ble farna të cilat janë të certifikume, për shkak që një farë e certifikuar është ajo e cila zakonisht ju ndihmon juve që mos më u përball me këto problematika sepse ka vetë imunitetin e saj, e pjesa tjetër pastaj i takon natyrës. Po për shumë sfida e shumë sukseset e tjera, sidomos me e pas se që kemi gjendje me kultivimin e grurit, edhe sa kemi pas prodhim këtë vit, na kemi kuptu përmes një bisede bashkë me zotrin Ardiani, i cili ka me na tregu rreth suksesit të këtij viti, i cili ka qenë viti më i suksesshëm edhe sfida me cilat është përballu. Po për më shumë detaje na shkojmë e ndjekim bisedën. Ardiana një bisedë mrapa kamerave para se me fillu xhirimet, veç na tregove që kjo pjesë duket që është një hapësinë super e madhe, janë tokat e Isherenikut. Në kohën e para luftës, edhe tash pas luftës të janë tokat e AKP-s, ju i keni me qira dhe i kultivani. Por du një historik pak a shumë shkurtër për me njoft njerëzit Ardianin, punën e tij edhe realisht me pas sa sipërfaqe i kemi këtu dhe pse eksaktësisht me bujqësi. Unë faktikisht mirë me bujqësi prej vitit 2001, thuja ti. Kum fillu me 50 hektar, 40, 30, kum pas deri 500 hektar, kultivune me gron. Më ka do kulturë pak më e lehtë, faktikisht ty një dhe profesorat, që është kultura e demelave që po qujke, su në agronom nuk jam me profesion, po pa qëllë e puna me punu këtë profesion. E ki trashëgim? Thuja ti, babe e babgjysh e kena punu ka pak, po unë pak ma tepër. Edhe tashtu ja sot, këtë veti kemi 50 hektar, në më dhënë me grur. Po për farë gruri, faktikisht. Çka do thotë që këto nuk janë për mirë, këto janë për farë gruri? Këto për farë gruri. 50 hektar janë farë IKFA, ndoket, po. Që ku marrë në agroelita në klin. Jo me knaqen me cilësin, dhe me thonë edhe rendimentit për momentit dhe i tash. Djeshta ka qenë shumë e lagësht, edhe pranvera ka qenë e thatë. Të të besoj që kushtet 100% nuk kanë qenë, dhe me thonë në favor të grurit, po besoj kemi arrit qëllimin e mjaftueshëm me grurë dhe me cilësitë grurit. Se faktikisht na nuk shqyem me morë me bo kuantitetin të fora, ma shumë mundohem për me nëzirë kualitetin të fora. Përveç kualiteti, ka dhe në diçka interesante
Gjatë historiku që po e tregon është që ka mba shilime sipërfaqja. 500 hektar, pra 50. Ka qenë ajo. Pse ky ndryshim? Ky ndryshim ka qenë para 2009-2010, faktikisht 2010. Këtë regjionin e ka kapë Breshni, edhe kom pas humbje marramense domethënë. Edhe me qatë Breshni domethënë faktikisht i kam edhe Ministritë të Bujqësisë. Të llogaritur nga domet. Llogaritë domet protokolluane janë, po Okej. faktikisht në atë kohë s'ka pas domethënë buxhet. Pra në mua dhe u me qështu, dhe shku të ra. Po ju majt, dhe i këtu me forësat mija ju majt, sa ku mujt. Kjo ka qenë. Realisht është interesante se shumica, gati që e kultivojnë grurin tonë është pitur pak ma letë, për shkak që gjatë krejt vitit i ka 2 deri në 3 javë punë. Sepse për njëherë kryhet hudhja e farnave, fillimisht punimi i tokës, hudhja e farnave mandenaj, deri te kora se nuk don ujitje. Edhe mbi të gjitha, ka një diçka interesante që subvencionet janë goxha të larta sepse shteti pretendon me ndihmu gruan në mënyrë që me siguru vetë bukën. Faktikisht edhe shteti domethënë edhe ministria ka quajt si produkt strategjik. Po në bazë të çmimeve, si të fare, si të plenave, gjitha vonë faktikisht janë shumë të larta. Naftën të marr. Po marrë standardit, inputet të mund gjitha, ka ndryshim. Unë besoj që duhet prapë me investu të kultura agronim në subvencione si në gjitha. Në mund që të bëhet pak ma tjetë kualiteti ma i mirë. Është realisht një kulturë profitabile kultivimi i grurit? Është kulturë profitabile, po është shumë kulturë e rrezikshme. Pse? Po kemi vjetë, ki mujtë me po edhe vjetë në ashtë në teren. Për shkak të shinave? Shina, dome thonë, natyres, djegjet, gjitha. Gjitha këto janë, se thojnë zinxhir, nuk kemi kamik në kësaj. Çka do të thotë momentin kur tash e korni, sepse po e shohim kombajnë mbrapa nesh, është i vazhdu puna, komplet domethënë këto ju e dorëzoni mandej në fabrikën e Fabrikën e farës në klinë, po. Gjithashtu në fabrikën. Ka 25 vite që keni bashkëpunim me ta? Jo, unë faktikisht me fabrikën e farës kam pavarësisht që 10 vite. 10 vite? 10 vite bashkëpunoj. Jam i kënaqur me produktet e farna vendore. Domethënë janë produktive, po mbi të gjitha, krejt ata që dojnë me mbjell, se është pak ma pak e ndëgjueshme për publikun, me mbjell grurin për farë, shumica e kanë për miell. Po. Edhe zakonisht ekziston një farë lloj oshilimi çmimit, sepse gjatë kohës së kurrikut ata që po e dorëzojnë flas për grurin për miell, dikun rreth 17 cent ja u marrin gjatë kohës, ndërsa kush mbrin pak para sezones edhe shumë pas sezones ose që mundet me rujt shkon çmimi dikun deri në 40 cent. Keni problem jo me sasinë e grurit sa paguhet? Po normale, ato janë, po faktikisht këtu po bazohet se këtu bëhet në nxjerrje të çmim pikërisht shoqatës mollive, Kosovës dhe për nxjerrje një çmim që nuk ka konkurrent dikush tjetër. O thuaj ti monopoli i çmimit. Ne nuk kemi dikun tjetër ku me dorëzu. Po me trom faktikisht po me dorëzu aty ku se çmimi është i njëjtë thuaj ti. Pra sa ka? Pra sa ka, se çmimi nxjerrët domethënë komplet edhe ai çmim është, mund me varju 18, 19 dikun, 17 dikush në varet. Këtu është e mirë më bë klasifikimi. Bazë kategorive, domthon sa i përmbush në klasa e grurit, edhe atë kuptohet, nxjerrën ta fakt, nxjerrën edhe mullit, shota mullive ta nxjerr kualitetin. Po sa më kualitet, nxjerrët edhe çmimi më i mirë. Atë ka shkumendja ndonjëherë me ndru kulturën. Po kom ndru në kultura, unë mielli nuk mielli veç grur, mielli edhe misër, se shkojtu i ndru vjet për vjet. Po si vjet kam më pak, i kam dikon varësisht 7 hektar misër. Po unë e kom pas thuja 3 vjet kom pas miell me vetëm misër këtë pjesë. Po unë e ndroj, zakonisht varet prej kohës që është. Po flasat ka shkumendja për shembull ndonjëherë me pas punë me perime, pem. Jo, është punë pak më rond, do të fuçi punëtor pa më tepër. Pa problem, me siguru punëtor tash. Po për ata që dojnë me mbjell për farë gruri, kështu mu sikur se ti kërkon shpenzimet mëdha brenda vitit me i gati? Jo, thëti është e njëjta faktikisht, po veç që don punët jetë pak më kujdesshme, se e njëjta është si merkantilli. Zakonisht sa shkojnë shpenzimet brenda një vitit për një kultivues gruri, flas për hektar, jo për kasaketi. Nëse i ndajnë për hektar. 1000 deri 1200 në varet gjatë vitit. Gjatë vitit. Okej.
tu llogarit pa llogarit dhe komboja. Me komboja, me gjitha, me transportin, me krejt 1200 nuk pushton. E shohim se si vjet nuk mundja me thonë që kanë veti pa suksesshëm, për arsye se kam rri edhe mi ushtu në kricave, kam rri edhe mi ushtu shinave që i patëm edhe tash në korrekt, po deshti zoti që patëm pasaj edhe më të nxehtë prapë edhe u botha si edhe përderisa ka plur për rreth që tregojnë që është kohë e mirë për me korr. A e mban mend një vit që kanë jashtëzakonisht i pas suksesshëm edhe që ke thonë diçka mos u përsërit si ky vit ose ky është i mbrëmje edhe ka me lënë komplet këtë punë. Tregova vitin 2010 me atë preshin që kom pas këtyre gjatë. Kom pas humbje ndoja. Po përveç se me motin ke pas ndonjë sfidë tjetër, për shembull grurit din me pas atë smundje të ndryshme. Po ato janë faktikisht, po na i patë edhe s'patë domethënë duhet më ndajt gati. Mu përgatit që mi trajtu me herbicide, me fungicide, me gjitha. Që mi pavarësisht a ka nevojë, s'ka nevojë. Ne duhet me i kryet. Ajo proces tash. Nuk i ka sajna. Për dikën që ka këto, që me thonë, punë që e mban familje, është diçka e kushtueshme edhe që mundesh me nxjerr mandej brenda vitit. Pjesa e spërkatjeve. Dikush e mban familjen me grur, nuk ka shans. Në 10 hektar është domethënë kosti është marja fitimit është shumë e vogël, me 1 hektar 2, domethënë. Për 10 hektar mundesh të bëj diçka. E sa shkon subvencionimi? Subvencionimi varet, domethënë tash subvencionimi shkon deri prej dallon me fort të grurit prej Po, është 100, do 100 euro është pak më tepër si vjet. Faktikisht ka qenë gjithmonë, nëse është sipërfaqja ka qenë 150, 250 e ka pas fara. E tash nëse e marrim atë shumë subvencionimit, prej 250 eurove, edhe e ndojnë brenda vitit sa kërkojnë, domethënë për hektar. Tash a e mbulon naftën? Jo. Edhe krejt po më në inputet që i duhen kultivimit të grurit? Po me 1 hektar, domethënë subvencion që jepet për farë, 250, edhe nafta 154, bjen 404 euro. Plus t'ja shtojmë edhe kilazhën, domethënë, që është 4 cent deri 5 cent varet, sa dorëzon. Subvencionohet edhe për kilogram. Po, deri diku afërsisht 600 euro. 600 euro për hektar. 600 euro për hektar, për afërsisht. Edhe nuk e mbulon, thë? Jo, s'ka shansë e mbulon. Po fjalën tesat me ditë që nuk kemi rendiment. Nëse nuk i rendiment, domethënë ti je minus. Po nëse është një vit i suksesshëm që janë shumica e viteve zakonisht, është mbulu subvencionimi? Mbulon diçka shumë subvencionimi. Është i mirë subvencionimi. Patjetër që është plus për fermerin. Okej. Keni marrë për nivelit komunal apo vetëm për ministrisë? Vetëm për ministrisë. Po grande? Jo, asnjëherë. Asnjë lloj grande? Asnjëherë. Faktu nuk është mbulu qoftë çmimi i farës, qoftë. Jo, asnjëherë. Përveç subvencioneve asnjëherë. Po mendoj nuk keni aplikuar jo apo nuk është? Jo, nuk kam aplikuar, se më thonën ma kanë refuzuar, faktikisht nuk kam aplikuar. Po cili ka qenë viti më i suksesshëm, se më sens i përmendëm sfidat, tash dalim edhe tek suksesi. Cili ka qenë viti më i suksesshëm prej gjitha viteve? Se për shembull e mbaj mend vitin e kaluar ka pas persona që kanë deklaruar deri 9 ton për hektar. Vjet ka qenë rekord. Dhe si vjet nuk është top. Si vjet është mirë? Si vjet? Po, vende ka shembull që e ka edhe 5. Unë faktikisht sot ja fillova. Po tash ka pjesë që shiu domethënë i vjeshtës dhe vjet ngricat dhe ato kanë dom tu bëjë, shumë po pa ardhur në përfundim nuk e di tamam mesataren sa del. Po dikon 5 deri në 6. Jo, se besoj. Se besoj se kjo pjesë domethënë është pjesa e kësaj tokës domethënë është shumë domethënë faktikisht mundin edhe kamerat me përcjell. Është një pjesë atë faktikisht si lug aty, ajo është shumë që kam ndajt ujë. Edhe ka se gruaj nuk e don lagshtin. Nuk e don lagshtin, edhe ngricat kanë qenë, domethënë edhe faktikisht ka mundësi me zbrit rendimin. Po vetë zona e Gjakovës për shembull krahasim ndoshta me Podujevën në këto pjesë tjera, e kanë diçka benefit se 2 javë më herët hyn, me thonë është në prodhem që mundesh me kurr, edhe i ka temperatura dikon për 4 deri në 5 gradë më të larta për shkak se ka lidhje me pjesën e Shqipërisë, domethënë edhe është ky moti i Bregdetit nëse mundna me çujt. Fakt.
Mirë po, kur po flasim për krejt këto, zakonisht atë fermer kanë edhe shumë kërkesa, të cilat, se bujqësia funksionon si një zinxhir. Edhe në rast se do ta kishit dikant prej ministrisë, ose për nivelli lokal, ose për nivelli shtetëror, përballë te këto në vend meje tash, cila kish me kanë ajo kërkesa juaj, ose të paktën edhe ndonjë propozim, që ju kishit menduar se në rast se kjo do të realizohet, atëherë komplet zinxhiri për sa i përket kultivimit të grurit ish rregulluar në Kosovë. Çka e nevojitet juve më së shumti? Nevoja më e madhe domethënë për ne është përkraja subvencioneve. Grondet jenë pak më të shpejta, subvencionet jenë më shpejta, dhe realizimi i pagesave jetë më i shpejt. Sepse realizimi tjetë se shumica që kanë më na ndëgjuar këtë intervistë janë lajek. Realizimi duhet të jetë sa më i shpejt, se në faktikisht zakonisht ju i paguni e mandena ju bën si rimbursim. Ashtu është. Okej. Ai jenë më shpejt, jenë përmendojnë kohën e caktuar faktikisht. Tash na pe e korrin faktikisht. Nëse subvencionet nuk janë marrë. Nëse nuk shohin subvencionet para shtatorit, atëherë ku? Ta duhet me një kredina për me punu tokën, me kry, qita me kredina. Ajo faktikisht për ikë, domethënë është për lidhet zinxhiri jo me subvencion, por për lidhet me kredi, me banka. Një kërkesë tjetër që kisha pas dëshirë me ndëgju ndoshta edhe pitese, ku ndëgju pe fermerëve të tjerë kultivues të grurit, ka qenë edhe standardizimi i çmimit. Çka do të thotë me ka një çmim tavan në të cilin asnjë pikë grumbulluesi nuk ja u merr në atë çmim. Se zakonisht çka ndodh, po them, tash jo në rastin e juaj konkret, po flas në përgjithësi çka më kanë deklaruar fermerët, ka qenë që në momentin kur e dorëzojnë, pastaj aty bëhet edhe një lloj diferencimi për hektolitër. Edhe shembull i thonë nuk është i klasit parë, është i klasit dytë, tretë, edhe pastaj fillon edhe diferencimi i çmimit me cilën ja u marrin. Ato që ceko më herët, a është 17 cent, a është 19, a është 20 cent. Po, ajo faktikisht kjo si bazë. Edhe ata kanë kërkuar me pas një standardizim, një çmim në të cilin asnjë pikë grumbulluese nuk shkon në atë çmim për me marr. Po, ajo duhet të jetë çmimi tavan. Mirë po thu, po të jetë edhe domethënë të jetë klasifikimi, se ka dikush që e kultivon aq mirë. Që me ditë në start klasifikimin. Njëjtë si me dikon që ka shumë dop, apo kupton. Që ajo do të klasifikimin ta bëjnë, ajo kishte qenë mirësorë për fermer. Kjo është. I keni tash në rastin e juaj konkret, klinën nuk e kemi edhe aq larg. Është larg realisht, po nuk është edhe aq shumë. Është problematike për juve që kjo pjesa që nuk është për secilën komunë me kanë një pikë grumbulluese e afërt me tokat. Kishte shumë mirësorë, si për fermerin sidomos. Shumë mirësorë. Po që ndryshe kjo quhet bujqësi edhe si ndomja e zonave të interesit. Po do të thonë nëse ka sipërfaqe shumë të mëdha këtu për shembull me grur të jetë një pikë grumbulluese në afërsi, se po ju bën shumë problem për shembull jo në rastin e juaj, po të fermerëve të tjerë që kultivojnë sasi të mëdha të grurit, por nuk e kanë një pikë grumbulluese. Edhe detyrohen me marr transport. Edhe është ajo kosto e shtesë. Transporti kosto e shtesë. Sa është problematike për juve çështja e transportit? Shumë problematike është. Shumë problematike është, pavarësisht, po tash për këndo që për fare kam domethënë faktikisht unë vjetë kom ndërzuar MC Silosin. Edhe ajo kosto është. Po dikush që është shumë më larg, shembull, që pjesë më të thella aty kushton më tepër. Te fermerë gjithçka shtesë. Çdo kosto domethënë mund vetën ajo. Sepse sikur ti më thënë ne pikë grumbulluese këto në afërsi, sepse perimet, sidomos këta që kanë pikat grumbulluese të perimeve veç që kanë filluar këto, ku ata ju japin forën, ata ju japin edhe pesticidet mbrojtëse gjatë vitit, japin edhe plehrat, edhe pastaj krejt ato zbatohen në momentin kur ti e dorëzon prodhimin edhe nxjerr mazhën e fitimit tënd. Ndërsa e kundërta ndodh me ata që s'kan pika grumbulluese afër, sepse këtë investimin duhen me e bë vet. Edhe pastaj ato me izbrit për mazhës të fitimit në momentin kur e dorëzojnë. Një pyetje tjetër që kisha pas dëshirë me ta bëj është a mendon me zgjeru sipërfaqen prej 2027-s së tutje? Shpresoj. Jo, e flas është ndoshta një plan i juaj, jo vetëm dëshirë, po është një plan i juaj. Normal. Fermerët janë s'po di, fermerët janë njerëz që nuk njolen. Pavarësisht, nëse më si veti kom 50 ditënashëm, shpresoj. Në plan e kom i bë 60-70, po nuk e di se arri. Po këtë varet e plani që e bëj, domethënë, sa më i arrit qëllimin, domethënë financiarisht.
Ajo është. Të na janë varë në këtë financët. Nëse vanohen subvencionet, vanohen, në faktikë du na me një kredi. Ajo këtë e cilën është. Okej. Do me thonë ju ka A jemi ndodhur, rreth. Ja punë. a ekziston një farloj me thonë ashtu kumulacioni i krejt fermerëve që kultivoni grurin, me u bo bashkë dhe kërkesat e juja mi pas të përbashkëta? Unë Apo se cili funksionon individualisht? Unë besoj mendimet e kemi të njëjta gjithë. Ja, e kuptueshme se ballafaqohemi me të njëjta problematika. Ajo është. Nëse janë mendimet e njëjta gjithë, ajo faktikisht edhe Ministria e Bujqësisë din gjitha perceptit tonë, domethënë, ku stangon, ku i din gjitha edhe ata. Nuk kemi nevojë na më vonë. Të fermerëve? Jo, nuk e di. Kultivues po mënoj të grurit? Jo. As nuk keni pjesë, as nuk e... Jo. E menon që kjo kish me ka një shtys që mandej me ka një numër më i madh i fermerëve që kur e dorëzojnë një kërkesë, ajo me ka me nënshkrime të gjitha dhe me ka më valide. Sindikata, domethënë, që kanë qenë përpara, nuk e di tash sa funksionon ato, po nuk e di. S'mos kam qenë asnjëherë, domethënë, s'jam rrjedhat për momentin. Nuk di a ka funksionojnë, nuk e di. Veç janë mirëseardhë. Po nëse kthehemi tash se publiku e sheh këmbën duke korr për rreth, a jeni të kënaqur si vjet me rendimentin e grurit? Apo më i kënaqur e kanë vitin e kaluar? Vitin e kaluar kam qenë më i kënaqur. Po tash faktikisht ja kam nisë pjesën më të dobët ku kam pas. Ku ka dëmtuar më shumë ti ujë, edhe kurrë atmosferike, ta shohim tash. Nuk e di. S'mund me të thonë asgjë, besoj që 4 tona aty pari. Për hektar. Për hektar, po. Po nëse flasim për kilogram, zakonisht pikat grumbulluese me sa po ja marrin kilogramin? Pikat grumbulluese, unë e kam dorëzuar, unë këta dorëzoj në klinë. Po si çmim faktikisht si kom dëgjuar edhe pi kolegëve të tjerë fermerë, 17 varet. Varet. Pastaj edhe dikon 4 deri në 5 cent është pagesa Po, prej pagesa, po. ministrisë që mbrin diku te 25 cent për kilogram. Ashtu është. Ashtu është. Dikun ta vresh te 23. Te 23, 24, varet sasi. Normalisht. Sa ditë po mendon me vazhdu kurrin edhe me përfundu? Sot nesër, a? Unë e kom një kompani të fortë me kombaja, ta besojnë tash ta mujnë me... I kena mbrapa kamera. Mbrapa kamera ku janë. Sot e keni nisë me një, edhe 2 janë të ardhë, më do këtë që erë dhe një është tash. është e kushtueshme dita e një kompanieri brenda ditës? Shumë. Zakonisht sa shkojnë çmimi? Cila çmimi, prej 100 deri 120, 130 varet. Do të thonë për 1 hektar çmimi shkon dikon deri 100 euro dita. 1 hektar për më kohë, 100, 120 varet, sa ku. Është e përballueshme kjo për një fermer që kultivon gruaj. Nuk po flas tash vetëm në rastin e juaj konkret, por dikant që don me kultivu. Edhe për ata si kompania që janë, nafta është, dini se nafta është shtrejtu shumë. Domethënë gjitha janë shtrejt. Domethënë inflacioni ka qenë shumë i madh. Edhe për fund kisha pas dëshirë me e ditë, a është kjo një lami që kisha pas qef familjar të tu me trashëgu? Kultivimin e... Në përgjithësi po flas të drithmave, zë thot vetëm gruri. Pyetje shumë e thellë. Nuk e di. Unë i kam 2 djemë, 2 vajza, po për qef. Kesh me jetë? Kanë drejt për qef, jo. Për qef, jo. So, shumë, unë shumë e mundim. Pile unë shumë e kam atë shprejhe, thonë, farbile sidomos me grur, ose një qelë derën kasinos dhe me i. Bukedh. Shumë, si mi hap derën kasinos me i në kasino. Po sikur tash t'i shëkëthy në vitin 2001 edhe njëherë, edhe të shkon mendja me fillu me kultivu grurin qoftë për far, qoftë për miell, çka i kishte thonë vetës tash në vitin 2001, imagjinoje që je. Edhe kjo është pyetje shumë e thellë. Nuk e di. A i kishe hyjë këtij biznesi? Patjetër. Jem konë shumë, domethënë vendimars në atë vakt kur në atë kohë, 2001. Jem konë i vetëdijshëm ku bëj. Bujqësia është profesioni juaj? Jo. Që do me thonë, ekziston edhe që kjo mundësi që me pas një profesion tjetër edhe njëkohësisht paralelisht me marrë edhe me bujqësi. Po tregova kjo profesorat thonë është puna e demelave, gruri.
E thonë, po nuk është e tillë. Unë po du më të falenderu shumë, që me gjithë se kena kontaktu, me thonë ashtu, në momentet e fundit, edhe pse ti tash e ke fillu korrjen, mi konë shumë i lirshëm për me pas një bisedë bashkë. Faleminderit. Edhe po du më të ru shumë sukses. Faleminderit. Qoftë 4 tanë veç fillimi Faleminderit. për 1 hektar. Faleminderit. Që na tash po e përmbyllim bashkë emisionin. Duke ju falendru gjithëve që keni qëndru faktikisht me ndjek bisedën tonë. Korre tashmë po vazhdojmë, jemi në muajin korrekt, pak a shumë i cekëm sfidat, sepse çmimet e inputeve janë shumë të larta, pikat grumbulluese nuk janë gjithmonë në afërsi të fermerëve ashtu siç ju duhen. Kështu që është mirë me fillu me mendu që krejt ato toka cilat në thojza po them quhen si djerrin, të cilat nuk punojnë me i kthy në toka të punueshme sidomos për grurin, sado që konsiderohet një apikultura që nuk është edhe aq profitabile, ndoshta sa pemët edhe perimet, është një kulturë me interes shtetëror sepse mbi të gjitha duhemi me siguru bukën tonë. Mirë po këto mbeten shihen në planet afatgjata të shtetit në vitet në vijim. Na ju lajmë ta kemë të dielën tjetër në po të njëjtën orë, vetëm se me kultura tjera e me komuna tjera. Deri atëherë nga Onda Fina, mirëmbëjtje, miru takofshim.